Kush janë personat e arrestuar dhe për çfarë akuzohen? Po. Janë mbi 9 personat që janë shoqëruar nga ana e policisë së shtetit, ndërsa disa prej tyre janë edhe me masa sigurie. Në fakt në pranga ka rënë Bledar Haderi, në arrest shtëpie me masë sigurie është Gilbert Koshi, ndërsa detyrim paraqitje Dhurim Logli. Po ashtu gjatë këtij operacioni janë shoqëruar nga ana e policisë të dyshuar se janë pjesë e këtij grupi që merret me trafikimin dhe kultivimin e lëndëve narkotike, edhe Markelin Alinani dhe Orges Kalo, pra janë këto persona të cilët janë pjesë e këtij grupi si të dyshuar nga ana e hetuesve për kultivimin e lëndëve narkotike. Duhet theksuar se në fakt operacioni ka nisur që orët e para të mëngjesit të sotëm, ku janë ushtruar edhe disa kontrolle banesash si në qytetin e Sarandës, por edhe në zonën e Delvinës, pasi dyshohet se në bashkëpunim ta persona kultivonin, por edhe trafikonin lëndët narkotike. Fillimisht operacioni është hetuar, pra hetimet kanë nisur nga ana e prokurorisë së posaçme në vitin 2020, ndërsa më pas kompetencat i kaluan edhe prokurorisë së Sarandës, ku si duket lëshoi edhe këto masa sigurie për goditjen e grupit kriminal që merrej me trafikun e lëndëve narkotike në qytetin e Sarandës. E qartë. Falenderoj Ervin për raportimin e drejt për drejt se takon edhe këtij aksioni